Mysafir nderuar, shumë faleminderit që jeni me mua sonte këtu në panel në Odeon. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit ju. Zonja Zotri, këtu me mua është një zonjë nderuar, e cila sonte me ju është në Kosovën e saj, në Kosovën e Agim Ramadanit, në Kosovën tonë. Zonja Shukrije, jemi shumë të lumtur që ju kemi mysafire këtu në Odeon. Faleminderit për ftesën. Një CV-je juaja më thotë se jeni lindur në Zhegër, aty jeni rritur e shkolluar me njeriun tuaj të jetës, Agim Ramadanin. Fillimisht rival në mësime, në lojra, në shkollë, e në suksese, e me pas çdo gjë e keni ndarë bashkë tër jetën. Ashtu është. Vitin 1981 ju gjenë në demonstrata për Republikën e Kosovës. Shkoni bashk më pas me Agimin për të regjistruar, në vërtet edhe shkolla e mesme ju gjenë në Gjilan, e më pas shkoni bashk me Agimin për të regjistruar në Akademinë Ushtarake në Zagreb, por nuk ju pranojnë si të papërshtatshme politikisht. A ishte kjo dëshirë me qenë pranë Agimit, apo realisht doje të ishe ushtarake? Pa i të them të drejtën të dyja. E para ishte më e madhe që të ishim bashkë me Agimin edhe më tej, por edhe që të bësha ushtarake. Vendi tim ishte një ndër e përbashkët. Nga fëmijëria lexonim vazhdimisht literaturë ilegale, ëndronim që të kemi një ushtri tonën, cilës do t'i vjeshin në ballë oficerët e saj, dhe kjo ishte hapi i parë që do bënim të krijojmë një ushtri tonën. Por mua s'mu realizua Agimit po. Kështu që mbeta unë në Kosovë që të prisja Agimin, kreva në Kosovë, pastaj shkolla të ndryshme, derisa u kthyaj, u martuam dhe vazhduam jetën. Mbaroi studimet në vitin 1987, kur jeni martuar, apo ishte në përfundim? Ishte në përfundim, bile javën e fundit të studimeve, pa të mbërë sapo të diplomonte të martoheshim. Javën e parë me njerë pas diplomimit, dhe ashtu ndodhi. Agimi mbaron Akademinë Ushtarake Inxhinieri në Zagreb, dhe ju vazhdoni të jetoni në? Në Qaplin, Bosnë e Hercegovinë. Sepse atje sistemuan si oficer i arshëm i ri. Oficer i arshëm i inxhinierisë, ku do të ishte autoshkolla për të rinjt dhe merrnin leje për vozitës. Agimi ishte inxhinier diplomuar, pastaj pa vazhduar edhe në Mostar për master, por erdhi lufta e Kroacisë e Slovenisë që në fillim dhe na i prishi të tëra planet pastaj. Edhe shkollimi aty mbetën në gjysmë dhe mua ashtu më prishin të gjitha planet. Në vitin 1990 emigroni në Zvicër. Dhe atje ingranoheni me njëherë në aktivitet advetare patriotik. Patjetër, me qenë se veç ishim të paraprigaditur që vendin tonë të ndihmonin disi, atëherë shumë lehtë patëm nga mërgata. Nga që atje ishte në atë kohë të gjithë të rit migruan, nga që s'donin të bashkojnë ushtrisë slave, dhe migruan atje dhe mbetën thuajse si pa Zot. Në mshirë të askujt. Në mshirë të askujt. Dhe Agimi mendonte që çdo herë shumë më lehtë të integroheshim dhe të tregonim vetveten përmes kulturës, sesa përmes dhunës apo akteve të tjera. Kështu që sapo arritëm në Zyri u vendosëm dhe atje krijoi një qendër kulturore në Zyri, ku ishte udhëheqës drejtori i saj dhe unë vazhdimisht isha përkrahase e tij në çdo aktivitet, dhe vërtet ajo qendër bëri një aktivitet shumë të bujshëm dhe dha një faqe tjetër për shqiptarët, një faqe kulture. Agimi njëkohësisht ishte edhe piktor, edhe poet, erudit, njeri me poliperformanca. Agimi ishte shumë i shumanshëm, shumë. Them të drejtë nuk di çka nuk kishte të prososur te ai. Jo pse isha dashuruar, po vërtet ata që e njehin sadopak shifin që është i përcosur. Aktivitete pa fund në segmentin advetar, patriotik, burrë grua, deri në vitin 1998. Gjatë kësaj periudhe Agimi ka pas edhe ekspozita piktura, po? Vazhdimisht. Agimi ekspozoi në tërë Zvicrën, pastaj në vende të tjera evropiane, si në Austri, në Francë, në Belgjik, në shumë vende me shumë zviceran ku arriti në majat më të larta të artit, dhe vërtet ata e çmonin shumë artin e Agimit. Po gjithashtu dhe poezisë nuk ju nda asnjëherë. Duke filluar që nga fëmiria. Që nga fëmiria ne mirishim vesh me poezi, më tepër se të them të drejtën në vetë, se shpesh më kam pyetur në intervista të ndryshme kur i dashuruar në Agimin. As vetë se di kur jam dashuruar. Deri në vitin 1998, kur Agimi vjen në luftë për lirinë e dheut, ju mbeteni në Zvicër me fëmijët. Sa fëmijë kishit dhe i keni? 3 fëmijë, 2 i linda, njërin e kam lindur në Qaplin, Bosnë e Hercegovinë, të dytin kam marrë në Kosovë, në Gjilan, në kas vetëm për ta lindur, dhe vajzën e kam lindur në Zvicër, do të thotë në 3 shtete të ndryshme janë fëmija. Ju tani jeni në Kosovë, punoni në Ministrinë e Diasporës. Ashtu. Zonja e nderuar,
Këtyre ditëve patëm përvjetorin e herojit kombëtar, Agim Ramadanit. Si ndjehet në këtë ditë njeriu që bashkëjetoi, bashkulltoi dhe bashkërealizoi qëllimin e madh me herojin? Më emocionuar, më krenare, më me dhimbje, thjesht rikthehet gjithçka në çdo ditë. Po e kam shumë më lehtë nga që ndjaj dhimbjen me të gjithë, i ndaj emocionet me të gjithë. Më të rënda janë ditët kur je më e vetmuar, kur s'kemi këtë të flasësh, se çdo bisedë që i përket Agimit atëherë më duket sikur e zbrazi vetën dhe thjesht nevojitet energjie e re, ëndra të reja për të realizuar me te dhe pastaj të vazhdoj më tej. Kështu që vërtet këto përkujtime, ndoshta për dikend janë të tepërta, janë të shumta nga që na lodhin, po për familjarët dhe ata që i kanë humbur më të dashurit janë shumë të veçanta, shumë të domosdoshme. A mjafton të presim vetëm, e të shikojmë duke hjekur perdën, se si na vjen liria. Kështu kishte shkruar Agim Ramadanin. A ishin këto momente kur vendosi ai që të vinte në luftën, gjithsesi kur ju po debatonit se të vini të dytë si luftëtar në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës për çlirimin e dheut. Agimin e pengonte shumë ndarjet që bëhej, sidomos në diasporë, nga që edhe në diasporë kishte fraksione të ndryshme. Dhe pengonte më së shumti ajo dhe çdo herë cekte, ne duhet të jemi të bashkuar. Ne kemi vetëm një armik, ai armiku shkau. Dhe nuk guxojmë tash të mbetemi, pse jemi në Mërgat, pse jemi në Zvicër, Gjermani, Amerika, po kudo i qoftë, të mbetemi të ndarë me adeon. Ne jemi ata në cilët shpresojnë shqiptarët. Dhe nuk duhet të mbesim duke shikuar nga larg. Kjo është perdja që përmend Agimi aty. Do thotë ato janë vargje shpirti, që i ka shuar pak para se me u nis për luftë, dhe vërtet janë të lidhura emocionalisht me gjendjen në cilën ka jetuar Agimi dhe ne të gjithë në diasporë. Mu shtershin syt nëse pushoj, lirin tënde me ndrue, mallku e qovë gjaku im nëse më vrasin pa luftue. 1987, poezia Agimit. To do të thonë janë vargje të cilat i ka shuar sa ishte në Akademinë Ushtarake, atëherë kur ndronte se do bëj oficeri i popullit të vet. E pengonte uniforma cilën e barte dhe vazhdimisht ka ndruar edhe atëherë ka bërë dizajnin e uniformës shqiptare të cilën do ta bartnim. Ka ndruar që kufirit të cilën e urrenim çdo herë do të hiqej nga këmbë e tij. Dhe ashtu ndodhi. Zonjë nderuar, akoma do të jemi bashkë. Lori, në cilën klasë apo në cilën moshë keni dëgjuar ju për herë të parë për Kosovën? Në fakt që në shkollën fillore normal, pastaj gjatë 8 vjeçares edhe kemi studiuar, edhe pse ka qenë domethënë koha e xhaxhit, kemi pasur në histori në special domethënë për Kosovën. Unë fakt e kam pas ëndër edhe gjithmonë kemi pas parë atëre TV Prishtinën, nuk e di se si fshehurazi kuptohet. Edhe na pëlqente shumë, na pëlqenin emisionet dhe na dukeshin shumë interesant, shumë të veçantë në krahasim me emisionet tona ose me muzikën, muzika domethënë veshjet e këngëtarëve, kishte gjëra shumë të bukura dhe na bënin përshtypje normal. Na dukesh si ëndër, nuk e di a do kemi mundësi ndonjëherë që t'i shohim nga afër këtë gjëra. Fshehurazi ju, fshehurazi ne, e tmerrshme. Golden G, kur fillove të shkruas muzikë? Edhe përse motivi patriotik dominon në këngët tua, Golden G? Unë ju njoh që herët, që në fillimet tua e të para? Po, e di, faleminderit shumë për përkrahjen që më ke bërë gjithmonë. Se përket teksteve, që ashtu jam vetë gjithmonë pe i vogël, edhe kur s'kam bërë këngë, vjershat kur i kam shkruar zakonisht që kanë dedikuar për shevës. Se di ndoshta pse jam rrit në atë frymë që gjithmonë e kam ditë që çka të kam bëjmë në veç e ka bërë lopa. Kur është ndezë dëshira për muzikën? Si fëmijë? Tek ju mendoj? Si fëmijë u ndezë ajo dëshira e patriotizmit, se i përket trashëgimisë për babës edhe për nanës. E kum përmendur shumë këngë ata që mi din këngët e din, faktikisht, po se të them edhe një herë, kështu që ajo veç trashëgimi familjes, domethënë pe gjyshit që ma kanë vrarë xhamia dhe gjyshit tjetër që e kanë vrarë luftë me Shaban Pollushën, s'kam pas ka medalë tjetër. Vargjet kanë dalë vetë. Edhe kënga doli vetë. Çdo ditë dalin vetë. Thërritje për lirinë. Për lirinë e njeriut, për lirinë e kombit, për lirinë e dheut. Po çajo është rap, po njerëzit kanë që interpretojnë të na për shkak që mendojnë që rap është veç komerciali.
edhe kënoj me vullnetin më të madh, diçka që është kombëtare. Atëherë me vullnetin më të madh këndona këngën tuaj që e ke zgjedhur për spektaklin Odeon. Golden G. Faleminderit.